Miq Prizmos, këtë ditë në disa prej portaleve, por edhe në portalet e gazetave qendrore, kanë dalë disa emra për kandidat të Partisë Socialiste. E në anë tjetër disa emrat për kandidat në Partinë Demokratike. Por ka një dallim midis të dy partive. Në qoftë se te Partia Demokratike paka shumë dijen emrat, është një koncept e emrat sepse ata vepruan. Primaret e tyre sado që ishin groteske dhe sado që ata bëjnë primare por vendos Berisha, sinqerisht aty janë emrat dhe duhet thënë që në një farë mënyrë ti mund të krijosh idenë se kush nga ato 10 vjet e parë ose 12 vjet e parë mund të jetë aty. Po ke Partia Socialiste nuk dihet asgjë, dhe jo vetëm në Shkodër, po edhe në vende të tjera, dhe sidomos në Tiranë. Duke i shtuar dhe fjalët e Edi Ramës, që thotë shiko, do ve në vendet të sigurta gratë edhe burrat do të luftojnë. Kjo më duket pak e çuditshme sepse shiko, në politikë duhet kenë meritokraci, duhet luftojnë të gjithë. Pa meritokraci asnjëherë nuk do kemi Parti Demokratike. Realisht Parti Demokratike. Çfarë do të thonë që të luftojnë burrat dhe mos luftojnë gratë? Çfarë koncepti është ky? Dhe vendin politik duhet ta meritojnë, qoftë grua, qoftë burr. Dhe duhet paraqiten. Megjithatë ky është një diskurs tjetër që do ta bëj një herë tjetër. Dhe në këtë rast fillon e barazohen dy partitë me njëra tjetrën, sepse edhe ke njëra vepron, edhe pavarësisht se bëhen primarit vendos Berisha dhe ke tjetra vendos Edi Rama se çfarë do të bëjnë. Do të jenë gratë e para, pastaj burrat, të dytët e kështu me radhë. Gati më kujton atë pjesën kavalereske të burrave që e kanë harruar sot. Që kur hapet dera e lejohet përpara gruaja dhe pastaj shkon mbrapa burri. Vetëm kështu mund të jetë një burr bujar ose gentleman. I kemi harruar këtë lloj formash, kupton, që të respektimit grave, por në politikë ai do përfaqësojë aty. Dhe duke qenë se do përfaqësojë, duhet të ketë meritokraci, se përndryshe, nëse nuk ka meritokraci, ai nuk të përfaqëson. Dhe përfaqësimi është edhe për luftën. Dhe sigurisht po përcaktoi udhëheci ose partitokracia, po leadershipi, udhëheci po themi, drejtuesi, ne kështu i kemi, drejtuesët në të dy partitë tona, edhe organizimit e tyre. Marzhi i gabimit është më i madh dhe njëkohësisht pakënaqësia është më e madhe. Sepse sigurisht do të bëhen edhe element të gabuar që pastaj gjatë pushtetit, gjatë pushtetërimit, po them, njerëzit i kthejnë në të pëlqyeshëm dhe jo të pëlqyeshëm, në që luftojnë, dhe disa tjerë që nuk luftojnë kaq shumë, e kanë të gatshme gjellën e tyre dhe drekën e tyre, dhe duke mos e marrë me luftë, duke mos e marrë me meritokraci, ka shumë mundësi pastaj që edhe të gabojnë. Por, ky është një diskurs që thash edhe një herë do merrem me një emision tjetër. Ajo që më bën përshtypje janë emrat që dalin aty, edhe në një sasi impresionante e emrash, është një, nuk e di se çfarë, si mund ta quaj, emra jo vetëm të pa merituar, të pa dëgjuar, por qoka nga më të ndryshme. Sigurisht, këto kanë të bëjnë, sidomos ke Partia Socialiste, se me atë që nxirren përpara, dhe zakonisht kur dalin këto emrat përpara, kanë dy element. Provokacionin, tentojnë të provokojnë, edhe me porosi shpeshherë, mas impulsin, dhe e dyta, jo vetëm ja fusin kot, po kërkojnë pastaj që të bëjnë edhe një përdredhim politik i cili paguhet në sistemin e përgatitjes së publikut për të kundërshtuar, për t'i dhënë një ngjyrë e cila nuk përcakton mirë partinë prej ku dalin, por përcakton thjesht atë që njerëzit duhet patjetër të marrin si dozë ose mbi dozë politike, ose që të shtrembërojnë mendimin e tyre politik, ose të kalojnë në një nervozizëm të jashtëzakonshëm. Bie fjala, ky është një efekt i menjëhershëm, sepse 2-3 emra për shembull aty kur dalin ke Partia Socialiste, zgjojnë edhe nervozizmin tim, i cili sigurisht nuk ka pse të jetë kaq i madh, sepse i mësuar tash prej 30 sa vjetësh
Në çështjet e gazetarisë nuk duhet të bëj përshtypje asgjë, por kur bëhen kaq sfaçato, kaq në mënyrë absurde dhe kur shkruhen emra të cilët janë jo vetëm pa merituar, ndaç gra, femra, ndaç meshkuj, por edhe shpeshherë edhe të egzageruar në mospërputhje me atë që duhet të jetë një deputet e neveritshme për shembull në disa raste, sidomos një rast, keqësisht i neveritshëm, të bëjnë që të kesh shije të keqe, jo vetëm në mendim, por edhe gjatë rrugës, duke ecur kur të vjen mend, dhe deri këtu kanë shkuar. Por sigurisht që këto janë provokacione dhe nuk është e vërteta. E vërteta ta marrin vesh nga Edi Rama kur të përcaktoi gati në ditë fundit, para se të fillojë fushata elektorale, se kush do të jenë kandidatët. Ndoshta është më mirë që vepron kështu, ndoshta është e kotë që ta i hedhësh në publik edhe të përcaktosh meritokracinë me strukturat partijake të cilat janë edhe ato të molepsura dhe të smura shpeshherë. Unë e di që ke Partia Socialiste në Shkodër ka djemë dhe vajza të mira shumë, jashtëzakonisht mirë, po di që ka pastaj që janë të smur po aq sa ke Partia Demokratike, dhe di që edhe ke Partia Demokratike ka djemë dhe vajza shumë të mirë, po që sigurisht do të smuren edhe nga leadershipet edhe nga forma e saj e kohës sotme, e cila është formë pa diskutim e smur. Kështu që i marrin qafë edhe këta të rinj, po i marrin qafë edhe ata që janë realisht të ndershëm dhe të mirë, si në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike, dhe që sigurisht janë në distancë me leadershipet në formën dhe organizimin e tyre, dhe njëkohësisht në atë që një pjesë KPD-ja do të rinë dhe janë mësuar në opozitë, dhe një pjesë KPS-ja rinë dhe janë mësuar në pozitë. Dhe sigurisht këtë gjë e bëjnë nëpërmjet dy figurave qendrore të tyre dhe madhore, që është për Partinë Socialiste Edi Rama dhe për Partinë Demokratike Sali Berisha. Kjo e dëmton sigurisht demokracinë e brendshme, por prej kohësh unë kam humbur besimin se ne mund të kemi parti me organizimin demokratik të demokracisë brendshme. Dhe e dini pse? Sepse ne kemi shoqërinë e cila nuk kupton, nuk mirë kupton, nuk aplikon dhe nuk i qaset demokracisë brendshme. Ne na mbetet hatri kur na thuhet e vërteta, kur kritikohemi për të vërtetën. Nuk kemi ajo shoqëri që kur thuhet e vërteta dhe kuptohet nga dy palët, ai që kritikon dhe ai që është i kritikuar, ky i fundit duhet thotë, por kjo është e vërtetë. Ne nuk kemi kështu shoqëri. Edhe nuk kemi shoqëri, po jemi e konformuar që e themi të drejtë për drejtën. Ata njerëz që thonë të drejtë për drejtën në parti e psojnë. Unë, nëse do ta thosha, s'kam organizim politik, nuk jam antar i asnjë lloj partie. Sigurisht kam mendimet e mia dhe kur shkoj të votoj një që mushet mendja, po me tillë tipa që propozojnë portalet dhe që hidhen edhe për të provokuar, por edhe për t'u kujtuar, edhe për të kujtuar, sidomos nganjëherë të vjen edhe për të vjedhur nga emrat, me të vërtetë që të bëjnë pastaj edhe mos shkosh deri atje ku është për të votuar. Duke u kthyer ke diskursi i demokracisë brendshme, ne si shoqëri nuk e pranojmë demokracinë e brendshme. Dikur kemi qenë të indoktrinuar, sot jemi të politizuar. Është pothuaj një gjë me një dallim të vetëm, se kjo e sotmja vepron në atë ashtu quajturën demokraci tonën, politizimi i tejskajshëm, anakronik, që krijon urrëtie dhe krijon armiqësi të kota, të pështira shpeshherë, dhe dikur ideologjizimi që bënte pastaj që të shpërthente lufta e klasave, ana kriminale e një partie ideologjike si e dikushme, që ruante pushtetin edhe si në momentin e tanishëm të njëshit ose të grupit të njëshit sipër. Në këtë drejtim, duhet presim derisa dy leadershipet e mëdhaja, Sali Berisha për Partinë Demokratike, me ato farë primaresh, të caktoj ka dëshira i përcaktuar, dhe në anën tjetër, edhe ke Partia Socialiste, ka dëshirë dhe është mbushur mendja top Edi Ramës për të nxjerrë në përfaqësimin politik. Kur them kështu, sigurisht nuk ju le fajin vetëm Sali Berishës edhe Edi Ramës. Një pjesë të madhe të fajit, bile shumicën e fajit, e kanë ata poshtë. Kështu janë mësuar. Refuzojnë demokracinë e brendshme. Refuzojnë partitokracinë që funksionon në bazën e statutit. E refuzojnë edhe ata poshtë. Edhe nëse do t'i lesh lirë, ata të bëjnë gropën. Fillojnë cicmicet, fillojnë groteskun politik, fillojnë urrëtitjen dhe cinizmin politik
dhe deri pastaj ke hakmarrja politike e cila është tipike e shqiptarëve. Dakord, miqtë e mi, kaq desha të them dhe sigurisht më bën përshtypje shumë këto dalet e para, por nuk më bëjnë përshtypje se janë të vërteta, më bëjnë përshtypje çfarë drejtën propozohet. Fucking job i jashtëzakonshëm, por shohim a do të vërtetohet apo jo. Tjetra që desha të them është reklama që i japin edhe i bëjnë reklam rrugës së re që po përfundon nga Velipoja në Shëngjin, ose nga Rriolli në Shëngjin, nga Shëngjini në Rrioll, ose rrugë e sipër, panoramike, e bukur, sigurisht që i jep një afërsi Shëngjinit edhe Velipojës, lidh dy element të jashtëzakonshëm turistik, i bën njerëzit që të shpërndahet, të shpëton pak nga trafiku, po themi kosovarët, por një farë mënyrë edhe shqiptarët, që duan të qarkullojnë dy pika të shkëlqyera ranore, siç është Velipoja me një bregdet prej 15 kilometrash, me vetëm 4 kilometra të shfrytzuara, dhe pastaj edhe Shëngjini duke fillu nga Rana e Hedhun edhe duke përfundu mas një 3-4 kilometrave, po që nuk ka aftësi në një plazh të gjanë të madh siç ka Velipoja. Është një rrugë e cila sigurisht e nderon veriun e Shqipërisë, e bën jashtëzakonisht bukur. Dhe kjo është një nga ato arsyet që duhet përshëndetur krahas punëve të tjera të rëndësishme që janë bërë. Por ajo që desha të them edhe të shtoj është se ka filluar seriozisht edhe sinqerisht edhe puna për rrugën e Komanit. Absolutisht një nga rrugët më të bukura e cila i shkon përgjatë, sigurisht liçenit Vaudesit e pastaj deri në Koman sipër, asaj atyre fjordeve të jashtëzakonshme, po punohet në mënyrë të qëndrueshme. Sigurisht ishte mungesë e jashtëzakonshme në asaj kohe, edhe shpeshherë një tallje për ato banorë dhe për atë zonë, por është një nga zonat më të bukura, e cila ndërthur natyrën origjinale me atë që ka krijuar njeriu nëpërmjet bazeneve të hidrocentraleve. Nuk e ka keqësuar, e ka rregulluar edhe klimën, e ka bërë akoma më të bukur se ka futur ujin, ka shtuar mrekulli ujore me atë mrekulli malore turistike e cila duke pasur dhe rrugën do të krijojë mundësi të jashtëzakonshme, jo vetëm për ecjen, por edhe brigje të ndryshme që mund të ndërtohet në një klub, në një resort, në një vend ku me të vërtet mund të merret me qira ose dilet me varg, një panoramë e jashtëzakonshme e shkëlqyer jo vetëm për të huajt, por edhe për shqiptarët e kosovarët e të gjithë. Është një veprim i shkëlqyer, i kohëve të fundit dhe po punohet jashtëzakonisht mirë. Po punohet, Shkodra është kantier, punohet në qendër. Po punohet edhe një rrugë tjetër, dy rrugë tjera në Shkodër krahas edhe Zdralës i po përfundon dhe fillon loti i dytë, punohet gjithkund. Dhe kjo ndash tjetë para zgjedhjeve, ndash megjithëse ka para zgjedhjeve, mbrapa zgjedhjeve, e rëndësi ka se kur bëhet, rëndësi ka që punohet. Po punohet edhe ke rruga që shkon në Zogaj, po punohet edhe ke ura për të ndërtuar urën e re, pra punohet gjithkund. Rregullohen shkolla, rregullohen kanalizimet në qendër të Shkodrës, rregullohen trotuaret, bëhen shërbime, kemi të bëjmë me një sulm të jashtëzakonshëm dhe sigurisht kjo është e rëndësishme. Jo kaq shumë ajo që përmenda në fillim, por për të bërë këtë duhet edhe përfaqësim i mirë politike dhe duke u kthyer edhe një herë ke e para, përfaqësimi politik bëhet nëpërmjet meritokracisë. Kur ta bëjmë këtë, kur të jenë njerëz që t'i kemi parë, t'i kemi dëgjuar se çton, që të kenë vepra, po kur dalin njerëz që emra njerëzish që përfaqësojnë, fëmijë që përfaqësojnë baballarët pa kuptim, pa e njohur se kush janë ato, atëherë me të vërtetë që të vjen për të vjedhur. Dhe kjo do të ishte një nga veprimet më të shëmtuara që shëmtojnë edhe këto investime të shkëlqyera që bën edhe majoranca e sotme edhe Bashkia e Shkodrës e të gjithë me radhë. Atë rrugën e bukur të panoramike të Shëngjin Velipojës, rrugën fantastike të Komanit, investimet nga më të ndryshmet në rrugët e qytetit edhe nëpër fshatra, i shëmtojnë. Edhe kjo është e keqja e madhe, sepse duke u bërë punë të tilla të shkëlqyera, emra të cilat s'kan asnjë lloj merite, nuk bëjnë asnjë tjetër vetëm se i vehen kundra dhe realisht meritojnë këtë fjalë që po them unë. E shëmtojnë si situatë investuese e shkëlqyer që po bëhet. Dakord, miqtë e mi?
miqtë Prizmës, një nga anët më të errta dhe më të shëmtuara që ka një pjesë e madhe e rëndësishme e shoqërisë, e sidomos ajo që i shkon pas Sali Berishës, është se as me fëmijët e tyre, as me familjen e tyre nuk din të sillen me një çoban të tillë kriminal dhe njëkohësisht të shëmtuar për sa i përket edhe etikës, edhe estetikës, edhe çdo gjë tjetër që nxjerr nga goja. E fundit e tij është thirrja që u bën prindërve dhe fëmijëve për të lënë orën e parë ose gjithë ditën e mësimit për protestën e TikTokut. Imagjinoni tash, miqtë e mi, për çfarë ju bën thirrje? Për protestë, fjalën e lirë të TikTokut fëmijëve për të lënë orën e mësimit. Një delirant, një njeri i shëmtuar i demokracisë, ai që ka shkatërruar për 35 vite rresht, jo vetëm demokracinë, po gjithë vendin, e ka djegur 2 herë atë, ka bërë grushtetit, ka vrarë njerëz, ju bën thirrje fëmijëve për të lënë shkollën për TikTokun. Dhe çfarë është TikToku? Është një prodhim i Kinës, i cili nuk lejohet në Kinë, sepse është projektuar të degenerojë fëmijët, familjet e perëndimit. Ai nuk lejohet që të veprojë me standardet e tij, ai nuk është fare në Kinë, është produkt i kinezëve, është pronë e kinezëve, gjithkund i sulmuar dhe gjithkund i, si të them tash, i anatemuar për krimin që po bën, sidomos këtë rit, për paturpsitë që nxjerr, për anën e zvetnimit moral, etik, estetik, e shumë elementëve të tjerë të dhunës, violencës të jashtëzakonshme që prodhon, i dhën vetëm e vetëm për t'u aplikuar në perëndim, jo në Kinë, në perëndim. Dhe Sali Berisha, njeriu më i lëtyr, më i shëmtuar, më kriminal i Shqipërisë, ju thot fëmijëve, lërni shkollën, mos shkoni në shkollë për të protestuar për TikTokun, cilin e pas kanë mend dhe mbyll ka për 1 vjet Edi Rama. Jo vetëm që ja bën mirë për 1 vjet, por duhet ta mbylli në ato kushte që është edhe në atë lloj forme që është, për gjithë jetën, edhe mos të duket më në territorin, në atë hapësirën tonë, në zbatim të atyre masave dhe atyre standardeve dhe statuteve që kemi ne, lishmërisë që kemi ne për të mbrojtur fëmijët nga e keqja. Mirë po, ne kemi të keqen brenda dhe kjo e keqe brenda është ajo pjesë e shoqërisë që do. Ato prind që do t'i shkojnë mbrapa, të gjithë ata që janë prind, dhe i shkojnë mbrapa Sali Berisës me 15 mars, ditë në cilën ai ka vrarë njerëz në Gërdec, edhe që do ta mbuloj me TikTokun, ai po feston me 15 mars ditën e krimit të tij korruptiv bashkë me Fatmir Mediun dhe djalin e tij Shkëlzeni. Po e feston, ai ka ndjenja gëzimi, pse ka vrarë njerëz, pse ka vrarë shqiptar. Dhe vazhdon nga ajo aferë të ketë para për të paguar idiot si Laçivitën, që sigurisht pasaj do që të justifikoj se kam Amerikën mbrapa. Shumë shpejt Sali Berisha do të marrë ca lajme nga Amerika, lajme që do të jenë shumë të mira për të. E të gjithë ata maskare që e ndjekin mbrapa, të gjithë ata të hurit e të litarit, horra, burra dhe gra që kanë fëmijë dhe i binen Sali Berishës që fëmijët e tyre duhet lënë shkollën sepse ju është mbyllur TikToku nga Edi Rama. Një kriminal i tillë, një person i tillë që do të djegë vetëm popullin e tij, vetëm njerëzit e tij, vetëm demokratët e tij, se ai s'ka që ju bën ma socialistë dhe as tjerëve. Ai ju merr të keqen gjithëve, por ai ka futur herë në luftë, ka vrarë sa ka mundur dhe tash do që të vinë edhe një herë pushtet që t'i vrasi për fare. Dhe sigurisht ka dhe majmun të tillë që janë nëpër Shqipëri, bile edhe nëpër Kosovë, racë kriminalash, të degeneruarish, të cilët pastaj adhurojnë TikTokun bashkë me Sali Berishën, sepse ai mëson se si t'i kenë fëmijët të droguar, të armatosur, me thika, që vrasin, që presin, lakurisi, pornografi dhe elemente të tillë që i ka ndërtuar Republika Popullore Komuniste e Kinës për të degeneruar akoma më tepër se ç'është degeneruar perëndimi i dhjerë deri tash me anën kriminale të shoqërisë woke. Por kohët kanë ndryshuar edhe po vjen një ditë tjetër që do të marri përpara si kriminalin Sali Berisha dhe të gjithë ata majmun që i shkojnë mbrapa, prindër, lëtyra, fllësira,
të cilët janë dakord që fëmijët e tyre të lejnë shkollën për anën e TikTokut, sepse qeveria edhe Edi Rama mbyll kanë TikTokun. Kështu miqtë e mi, as mos u duken fjalë të rënda këto që po themun. Ata që shkojnë me Sali Berishën për të mbyllur shkollën, për të lënë fëmijët pa shkollë, sepse është mbyllur TikToku, janë po kaq kriminal, maskare, idiot si Sali Berisha. Por kjo fjalë e idiot është për të justifikuar. Ata janë poshtër. Dakord?